qenë 2 nga shtyllat që mbanin këmbë pushtetin e Ramës. A do dorëzohet Rama këtu ndajmë prapë nga ty? Unë them që Rama nuk dorëzohet kollaj. Kollaj, jo. Do mërzitet Marta Kosi, do dali Marta Qumshi, do vazhdoj do e shtyp prapë atë, në këtë botën që po ndodh. Që gjeti Ramës se nuk këmë në bëhe. Investime strategjike, vetë the, janë ju ka dhënë tjerëve, jo Europës. Mban mend. Që bënde opozita atëre, se Sali Berisha mbante detyrë drejtor të atimesh, ishte në arrestje për një akuzë pa lidhje. Jo grupi strukturuar kriminal, apo jo? Ishte akuzë. Po jo grupi strukturuar kriminal, pra. Vrasje e Remzionis. Vrasje e Remzionis. Po ishte grupi strukturuar kriminal. Dyshoj për një vepër të bërë përpara, po nuk e di si doli në atime gjykata, doli fatorë. Ai vazhdon të drishte në detyrë në rreth shtëpie dhe u bën nami. Rama ishte e pa imagjinuar. Është standard, thoshte. Në kush e drejton aks? Ishte e pa imagjinuar. E mban dhe atë. Ai që ka frikë, i lëshon. Ai që ka frikë, ke vetja vet nuk i lëshon, se duket sikur do bjerë vet. Është simptom, dhe këtu besoj bim gjithë dakord, e gjithë regjimet autoritare kur i vjen fundi. Pra nuk veprojnë në mënyrë logjike siç mendojmë ne që do duhet veprojnë, veprojnë në të udhëhequr nga paranoja. Problemi me Bashkimin Evropian shkollak është pra, unë kurse jam pajtu me këto interpretimet ballkanike që Roma ka korruptu Macronin, Roma ka korruptu Blairin, Roma ka korruptu këto. Jo, ne kishim me fakte, jo me Nuk, domethënë Macronin s'u ne korrupton di Roma. Nuk ka Shqipëria çash pasuni edhe çash pushtet me korruptu një kryeminist ose president i Francës. Nuk është se duan shumë. Shefi i FBI-t i fundit zbulimit me Sarkozy përfundoi në burg shkollak. Po pra po. Prandaj është se atje është. Po ky shefi i FBI-t me Goligolli. Ku është ai? Më i madh, jo. Ai po ta mendosh është si Macroni, si fuqi. S'është si Macroni, nuk është si Macroni, si Macroni. Relativizuar. Jo, si Macroni nga fuqia. S'është. Ka hetuar gjithë duke na gjend vetësia se po bursh këtë Sarkozia po. Po pra. Ky e pa mendueshme. U bë Rama, korruptoi shefin e kundër zbulimit të FBI-t. Të gjithë Amerikës. 200.000 euro donte ai ziu nga 2 darka me Safetgjicin, edhe në një gjë të vogël që ja çonin në hotel. Edhe një 20. Kaq duan ta dha. Që ku shkote meni aty që Tony Blairi 3 mandate kryeministër, do vite gruaja vet do bëhet cop këtu për të marrë. Jo, mbas ta përfundon mandatin, absolutisht po. Jo. Atëherë çon lobime. Po pra po. Atëherë jemi te fusha. Lobime lekët tona, po. Atëherë ai është qytetari i lirë, nuk bën me momentin që je. Po, vazhdo Berat, vazhdo. Kur dalin do të tjerë. Ani, okay. Unë besoj që shiko, fuqia e organizatave sikur Bashkimi Evropian është përpara dhe nuk korruptohen, po këta tanishut më. Fuqia organizatave si Bashkimi Evropian është janë komplekse. Ora sa vetë kanë arrestuar në Parlamentin Evropian në Komisionin Evropian. Çfarë? Tre keni bë pyetje, unë s'm përgjigj, domethënë. Ka bë pyetje. Ora sa arrestime ka ndodhur Komisioni Evropian. Po prandaj është organizatë më demokratike se arrestohen atje. Po pra po, arrestohen se marrin pra. Nuk po them që s'do i arrestojnë një ditë. Patjetër. Po them që Rama e korrupton. Po ti s'e korrupton Bashkimin Evropian. Hajna ka po mungon. Brenda Bashkimit Evropian patjetër. Kemi anekdotë një forit. Hajna ka po mungojnë investitorët. Shiko, kam një pyetje si gazetar, më fal zoti Peka. Inshallah pyetje, se drejta pyetje më kanë. Jo, pyetja është kështu, se thënë nuk mund të as e imagjinoj dot filani. Do vi 11 maj. U bë gjithë ajo maskarat që erdhën në liderat të parashikuar prej ky. U mbajt një takim pas 3 ditëve. Një që quhet Davosi i vendeve afrikane. E sponsorizoi Rama për arsye sepse intervista kryesore pas Macronit ishte gruaja e Ramës, ju jepte gjithë investitorëve arabe çfarë ishin në të gjithë botën, tregonte se si mund të drejtohet vendi ose problemet social-politike të tij. Domethënë, këto janë aktivitete të sponsorizuar. Mbajt një fjalë një orë. Ti je gazetar, pse s'pyet? A paguajnë këta lidera që flasim për kështu summitet sponsorizuara? Sepse njeriu që ka organizuar atë Davosin e shkretirës, që mbahet 2 herë në vit, e ka sponsorizuar 2 herë. Njërë në Miami për interesat të disa politikanëve dhe njërë për Edi Rama. Dhe këta që bie në këtë lojë e bëjnë vullnetarisht. E bëjnë si thot Tony Blairi se unë shikoj një lider vizionar, botëror, edhe unë vë dhe 2 veta, i paguaj me £500.000 vetëm të drejtojnë dhe të ndihmojnë këtë njeri. E beson këto pralla ti? Po jo. Ambasador. Po ase mendoj mos ma jep përgjigjen se do shgënjem nga ty. Jo, dëgjon. Po pra.
përparësia Bashkimit Evropian edhe vendeve si vend Bashkimit Evropian është ku një shkrim i gazetes fillon hetime bjen dikush në burg. Domethënë, në Britanitë Madhe po do më ra qeveria Starmerit, po përfshi Starmerin me Epsteinin fare. Domethënë, ai s'është, emri i tij s'është asgjë. Vuri firmën. Ja propozoi drejtori ka qenë ditëziu që thoni ju, ky është dolla, po dim kështu është person, nuk duket që është i kësaj natyrës, domethënë i perversit. Ka një lloj perversiteti. Se besoj. Pra ishte shefi i stafit që e ka emëruar Mendelssohn. Ja ta priftrind. Kështu që unë jam tash mund t'i ngëllën naiv, po jam fan si Bashkimit Evropian dhe Bashkimit Amerikës edhe mekanizmat që i ka. Gjithë jemi. Jo, po unë edhe i besoj pak se ne kemi kalu një fazë. Kemi pas një përvojë në 2018 kur si? Ne kemi harruar që është. Po moshat. S'ka se shohim. Jo, se tha ambasadorit gjithë jemi Franca, gjithë nuk jemi të... Përshëndetje moshat. Pra, kemi pas një rast... Që thua që ata kanë frikë. Hesht. Që thua që ata kanë frikë. Patjetër. Normalisht i kanë frikë. Normalisht i kanë frikë. Një shkrim me një gazetë si Bild, Guardian, Corriere... Kapën vazhdimisht. Jo, politikanë korruptuar. Po patjetër që kapen, mirë po. Se kanë frikën kështu... Ta tham një gjë. U paten mbledh klasa jonë politike me zhbë ligjin për tribunalin special në gjysmë natës u mbledhen. U bon bashk. Tjetër histori. S'është tjetër histori. Absolutisht nuk. Tjetër janë gjitha tjera. Po, shkuan gjithë ambasadorët atje, në gjysmë të natës, këtë ky muhabet u bë pas orës 6 të natës, në mbrëmje. Shkuan deputet, shkuan ambasadorat, na therrën ne gazetarëve ambasadorat më na dhonë mesazhet të tyre me burime, kjo thik pas shpinë. U azgjesuaja, Iran pishman. Po flasim për një njerëz, ja më thoqi, që vetëm një vit më herët i kishte thonë Joe Biden, kjo është George Washingtoni i Kosovës. Pra, nuk ja për berat. Ky, për shembull, ky është një nga shembujt që edhe Bashkimi Evropian, që thonë disa kemi besim, mund të bëj gabime kolosale. Jo, kolosale jo. Dhe mundet të bëhet premisa e proceseve fartë si ai që po bëhet në Hag. Pastaj, ne kemi diskutuar dhe këtu korruptohen, se kjo është ideja që ti i jep ca lek, megjithëse edhe këtu kanë pas raste, ta thash nga me Gonigave me radhë. Çfarë është dhënia e gjadrit pa kushtetut, pa gjë fare Xhoxha Meloni? Në shkelje. Mu tek më doja jap. Këtu e diskutuam ti the vet që ndikimi i dhëndrit tek babai është shumë i fuqishëm dhe Rama e ka marrë atë gjë. Apo jo. Çfarë ofron Rama që e bën mik Xharedin? Ja dhe të bien. Po. Çfarë ofron? A është lloj korrupsioni? Jo, unë besoj që dëgjom. Unë besoj që e para Shqipëria nuk ka mjaftueshëm pasuri sa me i kënaq ambicet e gjithë tjerëve. Kjo është temë tjetër. Jo, dëgjom. Nuk e di. Liderët si Rama, po dhe liderët tonë vazhdimisht shpresojnë që po blejnë diçka duke dhënë lehtësira. Deri sot e ka ble. Jo, se ka ble, po interpretimi juaj është. Nuk them se ka ble. Ora blerja, se ne kuptojmë. Ne kemi mentalitetin që kemi ne problem, që po e bleve gjë do të çosh. Vetëm një sekond mandi. Ai të ble për një afat caktuar dhe për një punë caktuar. Mandi, vetëm një sekond. Kajdo Rama, do bordin e paqes? Vetëm një provë. Do mbështetjen e Melonit? Mandi, vetëm një provë. Do mbështetjen e Toni Blerit? O mandi. Bam gruas. Do mbështetjen e Amerikës, bam me Gonigave. Do mbështetjen e Amerikës, fap jurikimit, dy anijet në Vlorë. Vetëm një sekond. Tek lanin 2014-s, në atë kohë, gjithë Shqipëria ishte e mbyllur me kanabis. Dilte ambasadori amerikan thoshte nuk ka 99% Shqipëria dhe kulturë. 2014 sekond. Dilte generali i famshëm, general Lisi, që kishte këtë punë për llogaritë italiane, ti kontrollonte zero thoshte. Del prokurori përgjithshëm thonë merrni ambasadorin se ka dhënë bankersave. A e kupton tash? Ka dhënë për një kompani. Po me këto për kam jetu deri sot. Kush ka? Ai tjetri mori 30.000 metra katrore. Përfundoi Kristofer General Lisi. Po prandaj po theli pra. Po prandaj po them. Ti mundesh të posni raport. Po kaq për kaq sa ka që sa ti nxish jetën ca njerëz të futesh ca njerëz në burg, se jurikimi atë që ka bën jurikimi do se ka bën njëri. Po. Merrni arrestojeni sa tjetër ai lirt nuk do ndodhi kjo. Po aq një bar. Sa të nuk është se vlen për gjithmonë.
Aty shkon e blen tjetri pastaj, është me radhë kjo punë. Qyre Shkullak. Dikush e blen me zvërnec, sentimentin që dikush e blen me me nëndece. Ose blen me zvërnec harroje, po inshallah realizohet investimi, domethënë inshallah realizohet investimi, po që ky sentimenti që vjen prej le të themi zërave opozitar, që ky është një mekanizëm i korruptuar, po është se kjo po bëhet, domethënë është gati fatalist. Është Rama i tillë. Jo, janë interpretime. Ne po themi Rama. Po nuk themi ne kur bëhet garë, mo, s'ka thënë njëri që është kur ka garë tamam, po kush ka thënë që është korruptiv kur bëhet garë? Jo, po gjithë kanë të korruptuar këtë domethënë. Po e bëre pa garë normal. Ore, po ja fale normal, si shikoj, është korruptum. Një kolegu po më intereson. Alabari, ai ka thënë 50 milion. Ai falen diçka. Turqis. Si? Ai tha kolegu jot që i dha për gjeopolitik. Pej Trumpit që nuk e kish marr Zamir Manes, që kish marr kushdo tjetër. Sazanin. Ha? Sazanin. Po Berishën e ngova vet, ty thon, ja ku më thon Berlusconi Sazanin. Se tha Berisha, nuk do thotë që Berisha nuk ka bërë korrupsion. More jo, s'ka tentuar bëj korrupsion. Para Ramës, dhe ne këtu po Fatosnana tha ka dosh mja dhon dikujt, thonë ku dosh mja dhon Berlusconi, ta ja dhan Trumpit. Po bëjmë diskutim po. Po bëjmë diskutim kot po. Në ndërgjegjen tonë. Këtu ke timen dhe tënde fakt. Rama është fuqi korruptuese. Ti harroni fakt. Secili prej këtyre do e kishte marrë se raport privat. Duloku, Mane, Kastroti, secili e kish marrë aty domethënë, sepse edhe i kanë marrë ki e kremllukën veri, ky tjetri domethënë kanë marrë. Mos ik nga dekandek. Pse se kanë marrë zbërnesin ta? Po flas për punë private. Ose nuk jam gjeografinë e Shqipërisë. Jo, më ta them pse. Sepse ishte zonë e mbrojtur, këtyre nuk ka premtuar Rama që heq nga zona e mbrojtur. Pasha zote kisha pas shef me marrë. Dakor.